Shirat e rënë gjatë natës e kanë çuar nivelin e ujit në Lumivjos në nivelin e 7.2 metrave, duke rrezikuar daljen nga shtrati dhe përmbytjen e 10 hektar tokë. Autoritetet thanë se struktura operacionale janë në gatishmëri, ndërsa pikat më kritike mbeten fshatrat Qerven, Kashisht dhe Ferras në anën e Fierit. Ndërsa në anën e Vlorës, Lumivjos ka dalë nga shtrati, duke përmbytur pazarin në gjë si gjallë. Banorët e zonave të rrezikuara janë njoftuar dhe si mas parandaluese janë evakuar 12 familje. Në fshatin Vajs të bashkisë Selenit, si pasojë e rreshjeve të dendura të shiut, ka rrëshitur rruga si dhe janë dëmtuar 2 shtëpi. Rruga është bërë e pakalueshme për automjetet, ndërsa fatmirësisht banorët e 2 shtëpive të dëmtuara nuk kanë pësuar lëndime. Situata paraqitet kritike edhe në qarkun e Gjirokastrës. Aksi nacional Gjirokastër-Kakavi është i bllokuar në zonën e Kordocës, përballë fshatit Lazarat. Në vendngjarje shkuan punojësit e firmës mirëmbajtëse për hapjen e rrugës. Kudo në qytetin e Gjirokastrës ka prani të lartë të inerteve, të cilat kërkojnë mjete të rënda për largimin e tyre. Nga ana tjetër, të gjithë karburantet në hyrje të qytetit kanë ndërprer punën për shkak të ujit, dherave dhe dëmtimeve të bizneseve. Kjo ka vështirësuar edhe furnizimin e mjeteve të urgjencës, si dhe të policisë që janë të vetmet që po lëvizin. Kemi patur momentet të vështira, sidomos në disa evakuime banorësh, por që për fat të mirë, e me keqja e madhe kaloi, nuk kemi patur jetë njerëzish të rrezikuara, ndërkohë edhe në pjesën e problematikës që kemi patur në rrugët, sidomos në rrugët e qytetit, kemi filluar që për mbrëmjes së dieshme me pastrimin e inerteve, janë tonë inertesh në fakt që po largohen nga rrugët kryesore, duke filluar nga rruga e 18 Shtatorit. Do vazhdohet edhe me lagjet e tjera të qytetit. Qindra makina ndërkohë kanë mbetur në rrugë që nga shiu i dieshëm duke paralizuar komplet qarkullimin, ndërsa është bllokuar edhe një pjesë e bypassit të Gjirokastrës. Niveli i lumit Vjos në Memali aktualisht ka shkuar në 6.5 metra, ndërsa energjia elektrike është ndërprer në gjysmën e qytetit dhe në fshatra përreth. Edhe në qarkun e Elbasanit orët e mëngjesit është shtuar intensiteti i shiut. Në Belsh uji ka vërshuar në disa banesa, po ashtu në Elbasan janë përmbytur 5 shtëpi në zonën e uzinës 12 të ish kombinatit metalurgjik.